Është vërtet që këtë herë jam, në fakt, që në start, që është e vërteta, që t'jem krejt transparent, unë kur kam marrë prej, e vërteta është që unë kryeministin Kurti kam njoftu rastësisht në një metra, ka të regu një detaj një nik që ishte, para 14 viteve, jemi taku rastësisht në tren, metra, dhe kemi mbet shok, më ndoj në aspekt intelektual, filozofik, letrar, se kryeministri e njeh shumë mirë pakon kulturore franceze, letërsin, filozofin, dhe aty jemi taku, në ato aspekte. Tani, në 2019, është të vërtet, edhe në 2020-2021, kam pas oferta prej ti edhe propozime në zërë, a mos dënë më kësë në Kosovë, se kemi nevoj për profile tila, unë atër s'kam qenë kritigatshëm, 2024-ën, më është bëjë njëta pytje, edhe pranova me ardhë. Në fakt, me ardhë seriozisht edhe sinqerisht, me ilon krejt punë të mija keq, me u qkysh për sistemit atë cilin kam e shumë keq me ndërtu, edhe kam ndërtu pas një lloj ndihmeve që vetë kështu, të punu çdo lloj pune në fillim, edhe unë kam marrë në 2014, në fund 2014, me u bashku blokut vetëvendosje brenda cilit ka qenë edhe Guxha. Nuk isha ardhur prej Parisit që të krejt i sinqert, veç për partin Guxha, drejt, sikur të mos kishte qenë pako, duke pas tani parasysh backgroundin edhe familjar, ma shumë me djathtën, me LDK-n, historikun, duke qenë djali Haxhi Krakit, deputeti 92-ës, dhe unë vetë personalisht përfaqësuesi i forumit rinor të LDK-s deri në 2005-ën për UNIK, atëherë normalisht që Guxha u pasi si rrjedh si një trampolin drejt vetëvendosjes. Jo, do kisha mujt direkt vendosja. Dhe madje do më kishte ra më mirë, ndoshta edhe në aspekt të vota, edhe në aspekt të opinionit. Por ideja ishte që t'jem, unë kam thënë, du t'ju ndihmoj, t'jemi dobishëm. A mendoni që mund t'jem më i dobishëm këtu si Guxha? Okej, atëherë le të shkojmë si Guxha. Nuk ka në arsye të vlefshme që më u përmend pëse ju prishëm apo si mi prish fakt, veç se unë kam nevojë për diçka po më dhe më të madhe, për sfidim pak me sfidim më të fortë, edhe kështu jam rrit me atë idenë që duhet me shku drejt më të vështirës, me u fut aty ku arena është më e zërshme me u përballë, me fitu, edhe me depërtu. Po vazhdoj me qenë ai tipi që ka ardhur me krejt trunin e shkollimin, e diplomat, e përvojat, me qenë i dobishëm, kudo që shteti i Kosovës e konsideron që Nezir Kraki mund t'jetë.